Nuk kishin pas humje, nuk ish vro Mazhuni, nuk ish vro Eles Geci, një djallë i shkelqyshëm, nuk ish plagozi sa ushtarë tjerë, po humja ka servisht shumë më e madhe. Amo, edhe 500 kishin vro prap se prap. Dhimbta ish, nuk u krahasoj. Jam shku me Avnin. Avni Aslonaj, u kun shoki janë i pëndashëm. Thash Avni t'jenë qëtë terenin edhe thash në gjore e zhvillu thash të shpia jote. Atë shkujmë, tha po shkujmë. Tha pës në duhet me hine për do Livadën e për do... E di këtë terenin miraj, se kështë që aty është rritë. Jemi hine për do Livadë, në gjithë ka ljopë që ishin cofë për i granatimeve. Ish buaj vend të merë, se këshin granatu qatë shumë, të mundu mi tërhek. Policinë vetë se paramilitorë kanë qenë krejtë. Të mundu mi tërhek edhe s'kanë mujtë mi tërhek. Ishin met atë natë, gjallë të mshelën kull, ishin mshelën kull. Serbët, edhe po e ditë kur kush janë aty. Asë natë se kemë ditë, ishin mshef aty. Po aty ne këshin hargju baterijet e radio lidhjeve, edhe këshin hup kontaktin me bazë, komunikem s'kishin bazë. Edhe ata tu menu që i kanë zonë rëpë, janë zonë edhe, qashtu këshin hup kontaktin. Na shkum ish heret me nëzes. Ju jeni afru deri aty ku ata kanë qenë? Afru na të kulla. Po një farqetësia për gjithë shkam për keme të shu. Vike i raparut për një natë më parë që këshin dollë aty. Aty të merë këshin dollë. Po, kamionin e këshin kallë ushtarë tanë, autoblindat e këshin kallë, jo këshin hek armatimin, jo këshin nëzirë naftin, gjithë shka. Aty ushtarë tanë aty kanë bukërdi. Këshim humbë, po luftën e kështë devitu në 100% ushtarë tanë, po nuk e kanë qatë detaj, nuk e kanë atë, si nuk e kanë ditë që janë shef aty.